Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Kam patur shumë komente rreth një moderatoreje që në fakt me biznesin e saj ka thyer rekorde këtë vit, do me thënë dasmat janë në shënjestër dhe kam arritur ta kuptoj që çdo personazh publik apo qoftë edhe një njeri i thjesht, këtë vit 2026 i ka dhënë dasmës së tij shumë rëndësi, duke u kujdesur në mënyrë të detajuar për ambientin, për dekorin, për muzikën dhe për të gjitha mbrëmjen që të jetë çdo gjë në nivel, por dhe të jetë një klas i papar. Dasma, e cila bëri bujën e madhe, ishte dasma ku dasmori, personazhet të njohur publik, kishin përzgjedhur që sallën e madhe gjigande në një farë mënyre të rëndomt ta rikthente Alketa Vesiu në një nga dekoret më të bukura shqiptare që kemi parë ndonjëherë. Realisht kemi parë dekore të tilla nëpër dasma sheikësh në Dubai, por nuk kemi parë kur në Shqipërinë tonë të vogël një dekor që kushton miliona euro bukuria dhe pamja e saj. Dhe menjëherë filluan rrjetet sociale për të komentuar rreth arritjeve që personazhet publik kanë, si Alketa Vesiu dhe Arbana Osmani, do me thënë dy mike shumë të mira, dy shoqe shumë të mira, por të arritura jashtëzakonisht shumë në jetën e tyre, duke siguruar pasuri goxha të madhe në bagazhin e jetës së tyre. Unë mendoj që Alketa Vesiu dhe Arbana Osmani, por edhe nga ulëmtime që unë kam arritur të bëj, do me thënë janë dy moderatoret deri më tani më të pasura në bizneset e tyre. Mendja e tyre, do ta them kështu, mendja e tyre për të bërë biznese interesante dhe biznese fitimprurse i bëri ato që sot të radhiten të parat në shkallë për arritje në biznes dhe duke siguruar një pasuri shumë të madhe. Alketa Vesiu është e njohur për kreativitetin e saj, është e njohur për botën artistike të saj, sepse unë mendoj po të mos ta kishin shpirtin artistik, këto biznese nuk do të ishin në këtë stadin këtu ku janë, do me thënë kreativiteti i tyre i bën që të jenë të veçanta. Kam parë ca komente negative kundër drejt Alketës, kundër drejt Arbanës, bollmë me këtë banas, mundoni që të hapni biznese për të përfituar lek për vete, etj, por unë mendoj që të hapësh një biznes dhe të shfrytëzosh famën tënde për biznesin tënd, është një lloj shkathësie që këto dy vajza e kanë. Dhe Alketa Vesiu dhe Arbana Osmani ja morën më të mirën medjes për të arritur në statuset e veta. Ka ca zëra dhe thashe theme që Alketa do të jetë edhe pjesë e fermës në një nga pozicionet të opinionistes apo diçka tjetër që përfshihet me këtë spektakël, besoj që do të ishte shumë interesante, sepse mendoj që janë dy fryma që vërtet i kanë dhënë medjes shqiptare në të gjitha dimensionet dhe mendoj që do të ishte fantastike kjo përzgjedhje, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj.